E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Edi Kuçi, një nga banorët më të pëlqyer jashtë shtëpisë së Big Brotherit, një nga banorët më të dashur jashtë shtëpisë së Big Brotherit, u largua me vendimin e votimit natën e mbrëmshme nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova. Tani pikpyetjet janë shumë të mëdha. U largua Edi apo e nxori produksioni? Unë mendoj që Edi në fillim, me hyrjen e tij në fillim në Big Brother, ishte Edi i cili vitin e kaluar mori dashurinë e jashtëzakonshme. Nëse unë do futem të bëj një analizë të detajuar, do dalë në konkluzionin që Edi nuk arriti ta vetë kontrollon veten edhe u përdor në Big Brother. Me thënë si u bë kjo gjë? Edi është një djalë shumë i sinqertë, do me thënë dhe vitin e kaluar arritëm ta kuptojmë që tek Edi pika e dobët është vërtetësia. Do me thënë nuk është djalë që gënjen, nuk është djalë që ofendon, nuk është djalë që manipulon apo krijon strategji. Vitin e kaluar nuk patëm fatin që ta njohim sepse ishte një kohë shumë e shkurtër dhe Edi krijoi aleanca të forta me banorin i cili ishte fitues, Drilonin. Por këtë vit patëm fatin ta shohim çik më gjatë Edin. Në fakt unë kam pritur që Edi të jetë fitues si këtij kastit. Pse e kam pritur? Sepse Edi nga banorët e tjerë e kishte ambientin më gati, do me thënë, e kishte publikun komplet jashtë, e kishte fansat komplet jashtë, e kishte dashurin komplet jashtë. Po, nëse shtrohet pyetja atëherë ku gaboi Edi, Edi gaboi në një gjë. Marrëdhënia e tij me Dolçen, afërsia me Dolçen, Edin e suportoi, por i ndihmoi Dolçes që të shkonte më gjatë, sepse Dolçe, derisa arriti që të njeh figurat e banorëve brenda në shtëpi, derisa arriti që të njeh lojën brenda në shtëpi, sepse kishte shumë të vështirë ta njeh lojën, ta njeh strategjinë e lojës, Dolçe qëndroi nën çadrën e Edit dhe e përdori këtë mekanizmin që të krijohemi një çift këtu brenda, jemi më afatgjatë brenda kësaj shtëpie. Një mekanizëm që Dolçes thjesht i ndihmoi që Dolçe të bëhet gati për rrugtimin në Grande Fratello. Dolçe shkoi në Grande Fratello, mori Cesari atë që meriton, do me thënë mori vlerën e saj, bëri lojë në Grande Fratello që do me thënë e çoi Grande Fratello në brenda një nate 2 milion klikime, atje u aktivizua shumë, i vuri të gjithë në gishtin e vogël në Grande Fratello dhe u rikthye. Tani me rikthimin e saj, Dolçe u mundua që ta nxjerrën Edin sa më keq, ndërsa Edi nuk arriti dot ta kupton që po përdoret, do me thënë mekanizmi i tij po përdoret në këtë shtëpi. Dhe më pas, largimi nga Dolçja, Edin e çoi tek vajza më pak e favorizuar brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe veprimet që bënte Edi, Bia, me patjetër që janë veprime shumë të gjykuara në media dhe sidomos në mentalitetin shqiptar. Dhe kjo gjë mendoj e ftohu pak publikun për ta votuar dhe për ta dashur Edin, sepse u duken veprime maramëndse. Dhe nga ana tjetër, mekanizmi i lojës që përdori Arditi brenda në shtëpi, në këtë situatë, 2 muaj kur Edi realisht nuk kishte më grupe, kur Edi nuk kishte aleanca, do të thënë Edi nuk arriti dot të bëhet lider i shtëpisë, ta krijonte grupin e tij ku ato të tjerë do shkonin si dhen të pas Edit, nuk e bëri këtë, me patjetër që Edin e konsumoi dhe e penalizoi. Dhe nëse Edi është penalizuar dhe nuk pati mundësi që të nxjerrë atë që Edi në të vërtetë është, shkatësinë që Edi e ka, natyrën që Edi e ka dhe historinë që Edi duhet të ta rrëfen brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse unë e njoh, Edi është një djalë me shumë potencial, do me thënë e penalizoi vetëm loja e Bias, që realisht Bia është një banore shumë e zgjuar sepse shkon në lule më lule, shkon mashkull në mashkull dhe merr atë që në fakt ajo e meriton. Dhe sot Bia ndjehet e privilegjuar, ndjehet e realizuar sepse ka marrur armën të cilën ajo dëshironte që ta merr. Dhe sot Bien e kemi një nga banorët më të simpatizuara brenda shtëpisë së Big Brotherit. Unë i uroj Edit shumë suksese, jam i
i bindur që Edi do të vi me një video për të gjithë fansat e tij dhe uroj që ta kupton, domethënë lojën të cilën e ka bërë dhe mënyrën që është të qasur brenda kësaj loje.